Mira Zviceran hodhën votën në sondazhin për Xherdan Shaqirin. Rezultati befasues. Xherdan Shaqiri aktualisht është njeriu i orës në Superligën e Zvicrës, ai duhet të kthehet golashënuesi më i mirë tani në kombëtarin e Zvicrës. Lexuesi i mediumit zviceran Blick ka një mendim të qartë për këtë. 6 pike ndajnë aktualisht liderin e Bazelit nga ndjekësi i serbëve në Superligë. Vështrimet e para po tregojnë tashmë titullin kampion veçanërisht fal Superjullit Xherdan Shaqiri. 33 vjeçari tashmë ka kontribuar me 15 gola, 15 asistime në këtë sezon, aktualisht është njeriu i orës dhe do të kthehet së shpejti në ekipin kombëtar. Të paktën kjo është pyetja që Blick u bëri futbollit zviceran, shkruar mediumi zviceran. Opinionet janë të ndara, Shaqiri mund të ndihmojë tani, tha ishulli kombëtar se eksperti aktual i televizionit Benny Hugel. Unë dëshiroj të gjithë kundër kësaj, thot drejtori sportiv i servet Ren Weiler. Ai duhet të kthehet Shaqiri në kombëtar. Mendimi i lexuesve të Blitz është i qartë, 61% në 1852 vota janë hedhur për Shaqirit. 33% mendojnë se lojtari duhet të mbështetet në cilësitë e veta.